Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi ngjarjen e rëndë atë të vrasjes së 22 vjeçares Ilaria Sula në Itali nga ishi dashur i saj Filipinas. Por çfarë fshihet pas kësaj ngjarje, teksa edhe ëma e Filipinasit është akuzuar si bashkëpunëtore në këtë krim, e cila ka ndihmuar djalin e saj për të pastruar gjakun në aktin e rëndë që kishte kryer. Për të folur më shumë për këtë ngjarje, ne kemi të ftuar nga Italia avokaten Esmeralda Elmazi. Esmeralda, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe në radhë të parë ngushëllim e familjes së Ilarias. Esmeralda, si ka reaguar opinioni publik italian ndaj kësaj ngjarje të rëndë? Opinioni publik italian për fat keq në kohët e fundit është goxha i shokuar nga ngjarje të tilla, sepse nuk është e vetmi rast. Gjithmonë mendojmë dhe shpresojmë që të jetë i fundit, po për fat keq nuk ka qenë. Aktualisht në Itali po bëhen shumë thirrje për sa i përket faktit të kemi një sy pak më të qartë në edukimin e brezave, në kontrollin e emocioneve, në mënyrë të tillë që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Por është një krim vërtet i tmerrshëm dhe ajo që lë pak të habitur është edhe mosha e re, gjithmonë më e re viktimave. Ilaria ishte vetëm 22 vjeçe, ishte një vajzë shumë e bukur dhe ishte një vajzë që studionte, kishte një jetë të vetën, një ëndrat e saj të cilat janë ndërprerë në mënyrë kaq tragjike. Si mendoni, çfarë mund të fshihet pas kësaj ngjarje përveç atyre që deri më tani janë bërë publike si nga drejtësia italiane, po ashtu edhe nga media? Aktualisht mediat e kanë trajtuar dhe është më se e ditur, më thënë që autori i ngjarjes, ishi fejuari ka pranuar që e ka vrarë Ilarian. Aktualisht edhe nëna e tij ka pranuar përpara prokurorit që ka ndihmuar në pastrimin e gjakut të Ilarias në shtëpinë ku ndodhi krimi, por hetimet e prokurës po shkojnë edhe në drejtim po shkojnë edhe në një drejtim tjetër, sepse po mendohet nëse mund të ketë gisht në ndihmën edhe dy shok të djalit, nëse mund të kenë në një rol në zhdukjen e trupit. Këto janë pak a shumë ngjarjet në të cilat hetimet në të cilat po drejtohen autoritetet, sepse efektivisht mënyra se si është kryer krimi, modalitetet, zhdukja e trupit, edhe në një valixhe të madhe, që është edhe pak e vështirë, domethënë të tërheqësh një trup pa jetë, duhet një forcë e madhe. Ndaj edhe normalisht prokura është orientuar që të verifikojë të gjitha mundësitë që mund të kenë ndodhur, të gjitha rrugët pa lënë asnjë hetim pa bërë. Sepse në fund të fundit Ilaria dhe familja e saj meritojnë drejtësi. Pra, në këtë drejtim, a është duke hetuar prokuroria italiane sa i përket faktit që Filipinasi mund të mos e ketë transportuar i vetëm trupin e Ilarias drejt periferisë së Romës? Mediat italiane kanë shkruar shumë mbi këtë temë dhe pikërisht kanë konfirmuar që ka një hetim për sa i përket dy miqve të djalit, të autorit të krimit. Ju si avokate dhe si një njeri i drejtësisë, si e komentoni faktin që e ëma e Filipinasit ka qenë e përfshirë në këtë krim, po themi duke ndihmuar djalin e saj për të pastruar gjakun nga dhoma ku ai kishte kryer krimin? Është nga pikëvështrimi ligjor, është pak e vështirë, domethënë. Nga pikëvështrimi ligjor, familjari nuk ka një detyrim ligjor të denoncojë të afërmin e vet. Por në momentin që e ndihmon sadopak të fshehë gjurmët e krimit, bëhet bashkëpunëtor. Dhe në atë pikë ndryshon statusi dhe kthehet domethënë një person të hetuar për momentin. Nga pikëvështrimi psikologjik është pak e vështirë për mua të përgjigjem, sepse në atë momente
nuk arri do të imagjinoj dhe të përshkruaj se çfarë mund të ndodhi në mendjen e një personi kur shef një situatë të tillë dhe një familjar të vet të përfshirë. Por ajo që mund të them që në momentin që familjari vendos të ndihmojë të afërmin e vet në shtukjen e provave të krimit, bëhet bashkëpunëtor. Ndërkohë, sipas raportimeve në media, por edhe të dhënave të drejtësisë italiane, bëhet e ditur se Ilaria kishte shkuar tek shtëpia e Filipinasit për t'i dërguar atij rrobat që ai kishte lënë tek banesa e saj që jetonte me shoqet, dhe të nesërmen në mëngjes ajo gjeti vdekjen. Ndërkohë, nga ana tjetër, vrasësi e ka kryer këtë vrasje me paramendim apo në gjakdhësi e sipër, duke qenë se deri më tani raportohet për motive xhelozie. Është në këtë momenti nuk janë të qarta akoma rrethanat se kur saktësisht ka ndodhur krimi, nëse në darkë kur Ilaria ka shkuar tek ai, apo në mëngjes, sepse sipas tregimit të nënës së autorit, ajo ka thënë që në mëngjes e ka gjetur vajzën atje, ka dëgjuar zëra. Por ajo që mund të ketë qenë sipas të dhënave që shkruan gjykatësi në ordinancën e vet në konfirmimin e masës së arrestit me burg, është se ajo që ka shtyr djalin të kryej krimin ka qenë një mesazh që Ilaria ka marrë në telefonin e vet prej një djali tjetër. Ilaria i ka pranuar autorit të krimit se ishte regjistruar në një plataformë dhe kjo ka shkaktuar në një farë mënyrë xhelozinë e tij. Por nuk është i vetmi motiv. Raportohet në media se Ilaria ka kërkuar të shohë librezën universitare për të parë provimet që ka dhënë djali. Ai ka refuzuar gjithmonë dhe ky ka qenë edhe një element që ka qenë, më thënë, që ka qenë shkak e diskutimeve midis të dy të rinjve. Përveç këtij elementi dhe xhelozisë, deri tani a ka elemente të tjerë dhe motive të tjera që mund ta kenë shtyr autorin e këtij krimi për të kryer këtë krim të rënd? Këto dy momente janë mase të mjaftueshme për mendimin tim, por për momentin nuk ka akoma elemente të tjera, të paktën nuk janë bërë publike elemente të tjera, por këto dy elemente janë situata që i neskojnë në mendjen e një personi disa dinamika shumë të çuditshme dhe shumë të rrezikshme, sepse e largojnë nga realiteti, e largojnë nga ajo çka është normalja, nga kontrolli, dhe është e vështirë në atë moment, më thënë, të kuptojnë se kush efektivisht ka qenë momenti dhe kush ka qenë shkaku që ai ka kryer krimin. Ajo që unë personalisht dënoj është fakti, më thënë, që ngjarje të tilla nuk mund dhe nuk duhet të ndodhin për motive kaq banale. Një person, një femër nuk mund të humbi jetën për një xhelozi. Nuk mund të pranohet në ditën e sotme një gjë e tillë.